Dije, vëlla dhe motër e nderuar. Fjala la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, është fjalë që për të u krijuan qiejt, u krijuan toka, u krijuan malet, u krijuan oqeanet, u krijuan detrat, u krijua kozmosi dhe çdo gjë që ekziston në jetën e kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, është një fjalë thjesht, është një fjalë shkurtër. La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Është një fjalë që në aspektin e mbamendjes edhe plaku, edhe i riu, edhe i vogli, e mbajnë mend dhe e mësojnë shumë shpejt përmendesh. Por, në të vërtet, a peshon kaq pak kjo fjalë? Në të vërtet, a është me kaq pak vlerë kjo fjalë të cilën ne e shprehemi? Të cilën ne e shprehim? Apo, në realitet, kjo ka një peshë komplet tjetër tek Allahu Azza wa Jall. Dije, vëlla dhe motër e nderuar. Fjala la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, është fjalë që për të u krijuan qiejt, u krijua toka, u krijuan malet, u krijuan oqeanet, u krijuan detrat, u krijua kozmosi dhe çdo gjë që ekziston në jetën e kësaj bote. Për fjalën la ilaha illallah u krijua dunjaja dhe u krijua ahireti. Për fjalën la ilaha illallah u krijua xheneti dhe u krijua xhehenami. Për fjalën la ilaha illallah u krijua ai numër i panjohur i melajkeve të Allahut Azza wa Jall. Për fjalën la ilaha illallah u krijuan njerëzit dhe u krijuan e xhenet. Andaj, jo rastisht Allahu subhanahu wa taala për shkak të kësaj fjale dërgoi edhe libra tek popujt e ndryshëm. Dërgoi edhe të dërguar dhe pejgamber për të thirrur dhe për ta pranuar këtë fjalë. Allahu Azza wa Jall në suratul Anbiya në ajetin e 25 thot: "Esta'idhu billah bismillah. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dhe ne nuk dërguam pejgamber para teje o Muhammed, përveç se u shpallëm atyre që të dëshmojnë që unë jam Zoti vetëm që meriton adhurim, andaj me adhuroni. Pra, thirrja bazike, elementare, themelore e çdo pejgamberit Allahut Azza wa Jall ishte fjala la ilaha illallah. Monoteizmi, njëshmëria ndaj Allahut fuqiplot dhe largimi nga idhujtaria, që është edhe vetë definicioni i Islamit që e kemi thënë se është dorëzimi ndaj urdhrave të Zotit dhe largimi nga idhujtaria.